Forca e Sigurisë së Kosovës ka njoftuar se ka gjetur trupin e një personi të zhdukur në ditën e 2 të kërkimit. Pas 2 ditë kërkimesh, ekipet e kërkim-shpëtimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë arritur të gjejnë trupin e pajet të personit të zhdukur dje në liçenin e Batllavës me inicialet LPK. I gjithë operacioni është realizuar në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, strukturat komunale të komunës së Podujevës dhe shoqatat e kërkim-shpëtimit. Pas evakuimit të viktimës, trupi i pajet është dorëzuar mjekësisë ligjore dhe Policisë së Kosovës për procedurat e mëtejme, thuhet në njoftimin zyrtar të FSK-s. Dhjetra bizneset të shitjes së naftës dhe disa importues të naftës në Kosovë janë cak e një operacioni të gjerë të bastisjeve, të cilët kanë filluar sot në mëngjes në disa zona të Kosovës. Aksioni i gjerë i Prokurorisë së Kosovës në bashkëpunim me ATK, Drejtoria e Hetimeve, dogana dhe njësi të ndryshme të policisë ende janë duke u zhvilluar. Sipas raportimeve, deri më tani janë arrestuar 9 persona. Gjatë kontrolleve janë sekuestruar një shumë të konsiderueshme parash të gatshme, armë, kompjuter, fatura të dyshuara si fiktive, si dhe dokumente të tjera që dyshohet se lidhen me aktivitetin e rjetit. Sipas dyshimeve fillestare të hetuesve, nafta importohej fillimisht nga kompani kosovare dhe kalonte në tranzit përmes territorit të Shqipërisë. Për shkak të dallimeve në taksat e aksizës dhe tatimeve mbi naftën ndërmjet dy vendeve, dyshohet se një pjesë e karburantit shkarkohej në Shqipëri dhe më pas shitej në tregun e zi, duke shmangur detyrimet fiskale dhe duke i shkaktuar dëm buxhetit të shtetit. Kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Rama, pas shenjtimit të biletave të autobuseve të trafikut urban, tha se po synojnë digitalizimin e pagesave të këtyre biletave. Ai tha se kjo është arsyeja sepse biletat fizike kushtojnë më shtrenjtë, ndërsa ato që blihen përmes aplikacionit kuleta digjitale kushtojnë më lirë. Qytetarët që përdorin kuletën digjitale kanë biletën pothuajse të njëjtë ose shumë më lirë se sa ata që paguajnë me paranë në dorë. Ky është një proces i modernizimit të gjithë flotës. Rama tha se në autobusët e rinj që do të vinë kanë me pas mundësinë për kështu touch, sistemi për me prek me telefon apo me kartel, edhe këto bileta kanë qëndruar të ulta, pra nuk janë të ngritura. Gjykata themelore në Prishtinë ka shqiptuar masën e dobimit dhe ndalimin e hyrjes në Kosovë për 3 vjet, si dhe gjoba për personat e ndaluara në Gazimestan gjatë shënimit të Vidovdanit me 28 qershor, të cilët akuzoheshin për shkaktim të trazirave dhe cenim të rendit të qetësisë publike. Masa e dobimit dhe ndalimi i hyrjes në Kosovë vlejnë për shtetasit e huaj që nuk posedojnë dokumente të Kosovës. Policia e Kosovës kishte ndaluar 37 persona, por para gjykatës u proceduan 36 prej tyre. Ata janë kryesisht nga Serbia dhe vendet e rajonit dhe të ndaluarve u kishin konfiskuar dokumente personale deri në shpalljen e aktgjykimit. Gjyqtarja e çështjes Naime Krasniqi tha se dokumentet nuk do t'u kthehen të 36 personave derisa të paguajnë gjobën prej 700 eurosh. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se janë në pritje të certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të 7 qershorit dhe afatit të ankesave para se të fillojnë diskutimet për formimin e qeverisë. Së pari duhet të presim certifikimin e rezultateve dhe trajtimin e ankesave dhe pastaj pa humbur kohë do të kemi komunikimet dhe diskutimet e nevojshme, tha Kurti. Këtë deklarat Kurti e bëri pasi mori pjesë në prezantimin e raportit të përgjithshëm vjetor mbi inspektimet 2025 organizuar nga zyra e inspektorit të përgjithshëm. Antari i AAK-s, Avni Arifi, tha se partia e tij është e interesuar stabilitet institucional për që në asnjë rrethon nuk i nënshtrohet lëvizjes vetëvendosje. Sipas tij, AAK-ja nuk dëshiron të hyjë në qeveri me LVV-n, por që do të qëndrojë në seancën për zgjedhjen e presidentit vetëm nëse plotësohen 6 kushtet e kësaj partie për LVV-n. Aleanca si nënshtrohet askujt për asnjë çmim, ka bindjet e veta, ka vizionin e vet, por është e gatshme aleanca të shkojë një hap më tej në riktimin e stabilitetit, nëse marrin fuqinë politike që ka aleanca. Aleanca ka dalë për tej vetes dhe ka afruar blanko për krajen që nuk ndodh të paktën në Kosovën e pas luftës, nuk ka ndodhur që ato vota që i ke shtat me ja ofru partisë që ka dalë para në shkëmbim të 6 projekteve që janë jetike për qytetarin e jo për partinë. Po flas edhe për pragun e TVSH-s për gazin amerikan në shkëmbim të ne jemi të gatshëm të tejkalojmë vetën, nuk duam marrëveshje politike me LVV në kuptim të participimit në qeveri, nuk duam pushtet, nuk duam me qeverisë me Albin Kurtin e programin e LVV-s, por nëse i zbatojnë këto 6 pika që ja kemi dhënë atëherë 7 deputet të AAK-s qëndrojnë në seancë për zgjedhjen e presidentit. Jo, aleanca s'ka kandidat për president, tha Arifi.
Ministra në Detyrë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit Mimoza Kusari Lila ka deklaruar se pas certifikimit të rezultateve zgjedhore duhet të nisë komunikimi zyrtar mes partive politike për formimin e institucioneve, duke vlerësuar se deklarimet individuale të deritanishme vetëm sa e kanë vështirësuar procesin. Kusari Lila tha se deri tani nuk ka pasur qëndrime zyrtare të partive politike me përjashtim të aleancës, ndërsa theksoi se pas certifikimit të rezultateve duhet të nisin bisedimet institucionale. Tash përmendësh nuk më kujtohen të gjitha. Kësaj përkat projekteve, unë besoj që ajo është çështje që diskutohet me programin qeverisës, dhe nëse një parti qet kushte të kësaj natyre, po nuk bëhet pjesë e qeverisë, nuk ka domethënie për mbajtja e saj. Ndërsa sa i përket në veçanti këtij projekti i cili është politizuar tepërshëm, askunja nuk po besoj që i bën derë as bashkëpunimit apo raporteve tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse projekte strategjike apo resorte të rëndësisë që është energjia shfrytëzohen për betejat të brendshme politike, tha ajo.